Hajdini me mua se sot du t'ju tregoj diçka shumë speciale. Në kinema Millennium u shfaq një dokumentar për skulptorin legjendar Agim Rada. Sot është ditëlindja e Agimit dhe ne kemi trajtuar si ditëlindje. Regjizori Nami Kajazi e trajtoi këtë shfaqje si një ditëlindje, jo si një ndarje, sepse Gimi jeton përmes artit të tij. Në ambientet e kinemas ishte një atmosferë ngrohtë, plot emocione dhe respekt, ku njerëzit ndjenin lidhje të thellë me këtë skulptor të madh. Dokumentari zbuloi kujtime të shokëve dhe miqve të tij, që treguan se Agim Rada ishte jo vetëm një artist i talentuar, por edhe një njeri me shpirt të pasur dhe zemër të madhe. Sa kuptova se dikush tjetër vendoste për jetën tonë, unë u rebelova dhe nuk pushova. Edhe kur më këshilloni në shtëpi që mos fol, mos të trishon, po mirë, çfarë do bëj, do fusim burr. Po të jem edhe atje i lirë, pakën flas. Dhe i madh ishte i shqetësuar sepse Gimi ishte shkrepse që ndizej në xhep. Dokumentari hapi dyer të reja për të njohur njeriun pas veprave, një artist rebel, një luftëtar me shpirt fëmije, që e donte artin dhe lirinë më shumë se çdo gjë tjetër. Ka bëu Guernicën shqiptare si Picasso në Spanjë, dhe i vetë me pikturë morale, që nuk u bë banak kafesh, po u bë pikturë morale, për t'i tregu publikut shqiptar, ujve dhe kushdo që vizetosh Shqipërinë, që ky vend ka qenë katastrofë për robët e nërshëm.